Ora 6 e mëngjesit ne jemi rrugës për në Hagë, në Holandë, ku sot do të fillojë procesi përfundimtar për gjykimin e ish-krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët patjetërisht tash një kohë të gjatë mungohen në paraburgim. Kemi rrugë dikun edhe 2 orë 30 minuta për të mbritur saktësisht në ora 8:30 minuta në Hagë, ndërsa nga ora 9 veç pritet të filloj ky proces, i cili po shpresojmë se do të përfundoj ashtu siç pritet drejtësi për çlirimtarët. Gjendemi këtu para ndërtesës së Gjykatës Speciale të Kosovës në Hagë. Sot ka filluar procesi përfundimtar, pra faza ose epizodi i fundit i procesit të stërgjatur kundër çlirimtarëve të Kosovës. Sot në seancën e parë, fjalën do ta ketë Prokuroria Speciale. Në këtë seancë pritet që Prokuroria të shpalosë qëllimin e saj, pra konkretisht atë që mendon se duhet dënuar çlirimtarët. Më pas, edhe nesër, Prokuroria do të vazhdojë me fjalën e saj. Ndërkaq, me datën 18 shkurt, fjalën do ta ketë mbrojtja dhe çlirimtarët. Pra, çlirimtarët përfshirë Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin do të kenë kohë nga 20 minuta për të paraqitur mbrojtjen e tyre. Dhe më pas, në afat prej 3 muajsh, gjykata, trupi gjykues do të mblidhet dhe të merr vendimin përfundimtar të këtij procesi.